Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për punët e jashtme dhe politikën e sigurisë Kaja Kallas tha në Mitrovicën e Veriut se prania e aktorëve ndërkombëtar në terren është thelbësore për të krijuar një pamje reale. Është e rëndësishme të jemi këtu në veri të Kosovës sepse shohin shumë rrëfime të ndryshme, tha Kallas duke deklaruar se vizitoi gjykatën dhe shkollat lokale duke dashur të informuar drejt për drejt për kushtet dhe funksionimin e institucioneve. Ajo theksoi se gjykata aktualisht është duke funksionuar, por pritet kthimi i gjyqtarëve serbë që është sfidë kyçe për sistemin gjyqësor në atë pjesë të Kosovës. Drejtori i administratës shkollore për Kosovë dhe Metohi Blažo Dragović tha se ka diskutuar me Kaja Kallas për sfidat të cilat përballen shkollat si veprojnë sipas sistemit serb, përfshirë ndalimin e shpërndarjes së teksteve shkollore dhe materialeve mësimore. Siç theksoi ai, ajo nuk ishte e njohur me situatën dhe bëri shumë pyetje. Shpresoj që do të bëj diçka për të mbrojtur popullin e mbetur si dhe fëmijët tanë dhe se ne do të mbetemi të pavarur nga autoritetet në Prishtinë dhe se do të mësojmë sipas sistemit të Ministrisë së Arsimit të Serbisë, tha Dragović. Lista serbe kërkoi nga Kaja Kallas që Bashkimi Evropian të ndërhyjë në qetësimin e menjëhershëm të situatës dhe të sigurojë mbrojtjen e të drejtave dhe lirive themelore të serbëve në Kosovë, të cilat janë seriozisht të kërcënuara. Në letrën theksohet se siguria dhe kushtet ekzistenciale për serbët në veri të Kosovës janë përkeqësuar papritur për shkak të lëvizjes së vazhdueshme të njëanshme të autoriteteve në Prishtinë dhe se masa të tilla si basticië policore, pushtimi i dhunshëm i institucioneve publike dhe arrestimi pa bazë ligjore kanë krijuar një atmosferë frike dhe pasigurie. Drejtori i Zyrës për Kosovë dhe Metohi Petar Petković theksoi se Albin Kurti dëshiron të përjashtoj praninë e shtetit serb dhe t'i heqte drejtën e votës popullit serb duke mbyllur listën serbe, si dhe duke maskuar dështimin e tij në zgjedhje. Siç deklaroi ai, perëndimi nuk reagon kur institucionet serbe mbyllen dhe deeskalimi duhet të jetë tema e parë në dialogun midis Beogradit dhe Prishtinës. Duke komentuar deklaratën e përfaqësuesës së lartë Kaja Kallas se qetësimi i situatës në veri është kusht për heqjen e masave kundër Kosovës, ai deklaroi se këto masa nuk janë as të vërteta. Kryeministri i Kosovës në mandatin teknik Albin Kurti mbrëmi kërkoi shefes së diplomacisë europiane Kaja Kallas që masat kundër Kosovës të shfuqizohen plotësisht dhe Kosovës t'i jepet statusi i vendit kandidat për antarësim. Kurti tha gjithashtu se Serbia duhet të mbahet përgjegjëse për sulmin terrorist në Banjsk dhe se Milan Radojčić, i cili akuzohet për sulm, duhet t'i dorëzohet Kosovës. Kurti ngriti çështjen e shkeljes së vazhdueshme të drejtave të shqiptarëve në Preshevë, Medvegjë dhe Bujanos dhe kërkoi nga Bashkimi Evropian që t'i mbrojë ata. Ambasadori Abranka Latinović thotë se mesazhi më i rëndësishëm nga përfaqësuesja e lartë Kaja Kallas është se vazhdimi i dialogut është përparësia e saj personale dhe se ajo do t'i përkushtohet atij. Përveç kësaj, ajo dërgoi një mesazh të qartë në Prishtinë se duhet të ketë një ulje të tensioneve në veri të Kosovës. Analisti Mirko Dautović vlerëson se as Ballkani dhe as dialogu midis Beogradit dhe Prishtinës nuk do të jenë prioritet për Kaja Kallas. Duke komentuar deklaratën e saj në Beograd se Kosova është fqinji më i ngushtë i Serbisë, Dautović tha se ky ishte mendimi i saj personal. Analisti Bekim Çollaku beson se udhëheqësit në Kosovë nuk e marrin seriozisht mesazhet e Kaja Kallas dhe se ata nuk po ndërmarrin asnjë hap më të vogël për të afruar Kosovën me Bashkimin Evropian. Kolegu i tij, Gëzim Kasapolli, thotë se më shumë se 15 vjet zyrtarët e Bashkimit Evropian kanë përsëritur se Kosova është pjesë e familjes evropiane, por problemi është se Kosova e imagjinon integrimin si një truje suedeze nga e cila mund të merr vetëm atë që dëshiron ajo. Seanca konstituive e Kuvendit e Kosovës u ndërprej sot për të 20 herë për shkak se nuk ishte quorum për votimin e fshehtë për kryetarin e parlamentit, siç ka ngul vetëvendosja.
e cila propozon Albulena Haxhin si e kandidate e vetme. Seanca do të vazhdojë me 25 maj në orën 11, kurse deputeti dhe zyrtari i lartë i Vetëvendosjes Sekuran Morati tha që para fillimit të seancës së sotme se nuk ka rrugdalje tjetër prej krizës politike në Kosovë përveç zgjedhjeve të reja. Moti nesër do të jetë me diell në veri perëndim të Serbisë dhe mesatarisht deri plotësisht me vranësira dhe dukshëm me ftohtë në zonat e tjera me shira në jug dhe lindje. Në fund të ditës rreshtet me të dendur pritet në pjesën jugore, ndërsa në pjesët tjera do të ketë mod pareshje. Temperatura mëngjesit do të sillet nga 8 deri në 14, kurse ajo maksimale ditore nga 15 deri në 19 gradë Celsius.